Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i përcolli një mesazh publik urimi Albin Kurtit përfitore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare ku lëvizja vetëvendosje u konfirmua forcë parë politike. Kreu i qeverisë shqiptare uron që mandati i konfirmuar i Kurtit të kthehet në sukses e mbarësi për Kosovën dhe marrëdhënien me Shqipërinë. E ka mëruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës përfitoren domethënëse dhe uroi që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin e për partinë e tij të kthehet në sukses në mbarësi për Kosovën, si dhe për marrëdhënien vëllazërore mes dy shteteve tona, gëzuar. Albin Kurti pak orë më herët, ndërsa shpalli fitore në zgjedhje, dha këtë përgjigje kur u pyet për kryeministrin Edi Rama dhe bashkëpunimin mes dy qeverive. Ne bashkëpunojmë me Republikën e Shqipërisë, me cilën do qeveri që është aty. I kemi 58 marrëveshje të reja me kryeministrin Rama dhe niveli zbatimit të tyre është më i madh se kur më parë. Një përgjigje pati edhe në lidhje me akuzat se kryeministri i Shqipërisë ka punuar kundër tij në këtë zgjedhje. Unë nuk jam në dieni të atyre akuzave që thatë ju, por në të njëjtën kohë ne jemi të interesuar që afrimi edhe bashkëpunimi me Shqipërinë të rritet gjithnjë më shumë. Tash e kemi edhe abetarën e unifikuar nga viti 2021 këtej. Kemi kurrikulet e dedikuara për mësimin shqip për bashkëdhetarët tonë në përbot dhe e kemi shndruar Shqipërinë në partnerin kryesor tregtar të Republikës Kosovës sa i përket vendeve të rajonit. Krahas kryeministrit Edi Rama, edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj përcolli një mesazh urimi për Albin Kurtin për fitoren në zgjedhjet parlamentare. Një mesazh urimi përcolli dhe lideri i BDI në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, i cili thekson se Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe vizion të qartë shtetëror në shërbim të qytetarëve të saj.